Mirë, do të rikthehemi edhe një herë qendrimit të gjykatës kushtetuese, e cila ka pranuar vetëm pjesërisht kërkesën e gjyqtarëve. Kuvendit bëjnë ndryshime ligjore për pagat e gjyqtarëve. Kjo thuhet në mënyrë të përmbledhur në qendrimin e gjykatës kushtetuese. Për ta interpretuar, për të mësuar më shumë detaje rreth këtij qendrimi, do të lidhemi një herë me Engeleda Memën. Engeleda, mirëmbrëma, të përshëndes. Si duhet ta kuptojmë qendrimin e gjykatës kushtetuese? Pranohet pjesërisht. Atëherë, pas 8 orësh diskutimesh në dhomën e Këshillimit, gjyqtarët e gjykatës kushtetuese kanë bërë vendimarrjen e tyre për atë që njihet si çështja e rrogave të gjyqtarëve. Kërkesa me shumicë votash është pranuar pjesërisht dhe pjesa pjesërisht do të thotë që trupa gjyqësore e gjykatës kushtetuese e ka gjetur të drejtë kërkesën e dy shoqatave të gjyqtarëve për të patur në fakt konkretisht për kërkesën që gjyqtarët kanë pasur po ulje të rrogës. Pra, trupa gjyqësore e gjykatës kushtetuese ka vendosur që kërkesa e gjyqtarëve për shkak të vendimarrjeve të njëpasnjëshme që janë bërë që nga viti 2023 dhe deri në vitin 2026, paga e gjyqtarëve nuk ka pësuar në asnjë moment rritje, por përkundrazi, ndryshe nga parashikimet ligjore të vitit 2016 kur u bë reforma në drejtësi, paga e tyre ka qëndruar e pandryshueshme. Pavarësisht efekteve ndër vite dhe ndër muaj që ka ndodhur, pra ka ndryshuar inflacioni, ka pasur pandemia COVID-19, çmimet kanë ndryshuar, pagat e gjyqtarëve, sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, nuk ka pësuar ndryshim, por ajo ka qëndruar e njëjtë. Po aq gjykata kushtetuese në hulimtimin që i ka bërë të gjithë kërkesës së dy shoqatave të gjyqtarëve ka vërejtur që ka pasur një, le themi, një vendim të fshehur në vendimarrjen për pagat e gjyqtarëve. Pra, nga pagat e gjyqtarëve është hequr një pjesë e pagesës për shkak të efekteve negative që kanë prodhuar ndryshimet ligjore nga viti 2019 pas momentit që hyrën në fuqi pagat e reja dhe pasi gjyqtarët u nënshtruan procesit të vettingut e deri në ditët e sotshme. Gjykata kushtetuese në vendimin e saj pjesërisht nuk ka pranuar kërkesën kryesore të shoqatave të gjyqtarëve ku kërkonin ndryshimin e ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve dhe pikërisht nenin 12.a, ku ata kërkonin që referenca për pagën e gjyqtarëve mos e ishte ajo e presidentit, po e një funksionari të lartë në administratën civile dhe konkretisht drejtorit e një drejtorie si në ministri apo në kryeministri e barazvlefshëm kjo me sekretarin e përgjithshëm. Në këtë pikë, gjykata kushtetuese ka vendosur që i takon ligjvënësit, pra i takon qeverisë dhe më pas kuvendit që të përcaktojë se cila do të jetë paga e referencës. Pasi gjykata kushtetuese vlerëson që nuk i takon asaj të vendosë pagën e referencës për gjyqtarët, po i takon kuvendit dhe ligjvënësve për të përcaktuar pagën e referencës. Gjithnjë me kushtin për të respektuar kushtetutën në nenin 138 të saj që thotë që në asnjë rast paga e gjyqtarëve nuk duhet të ulet, ajo vetëm duhet të pësojë rritje. Në vendimin e saj gjykata kushtetuese thotë që ky ndryshim ligjor, i cili duhet të hyjë në fuqi menjëherë, duhet të kryhet brenda korrikut të vitit 2026 dhe me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, kur duhet të bëhen edhe ndryshimet përkatëse ligjore, paga e gjyqtarit duhet të pësojë rritje, çka do thotë që të gjithë pagesën e prapambetur që ndër vite pagat e gjyqtarëve nuk e kanë marrë për shkak të këtij gërçi ligjor që është krijuar për pagën e gjyqtarëve, ata do duhet të rimbursohen nga viti 2023 e deri në vitin 2026, pra në korrikun e 2026-s, atëherë kur kërkohet edhe ndryshim ligjor. Pra, për ta përmbledhur, Ilir, vendimi pjesërisht i gjykatës kushtetuese është që trupa gjyqësore e ka gjetur të drejtë kërkesën e gjyqtarëve që rroga e tyre ka pësuar ulje, ndryshe nga parashikimi që u bë në ligjin e vitit 2016, ku parashikohej një rritje e pagave të gjithë magjistratëve si të gjyqtarëve dhe të prokurorëve për shkak të reformës në drejtësi. Vendimarrjet e njëpasnjëshme që prodhoi dhe një VKM e qeverisë dhe një ndryshim ligjor që u bë në 2023 për trupin gjyqësore kanë vërtetuar që paga e gjyqtarëve nuk është
është rritur, ajo ka qëndruar fikse dhe pavarësisht se ka ndryshuar edhe kushtet ekonomike të Shqipërisë, përsëri paga e gjyqtarëve ka qëndruar e njëjtë, ndërsa ndërkohë pagat e administratës civile, asaj administratës publike ka ndryshuar paralelisht dhe me ndryshimet që ka pësuar ekonomia. Trupa gjyqësore Gjykatës Kushtetuese i thot qeverisë dhe kuvendit në këtë rast që duhet të bëjë ndryshimin ligjor me perspektivën gjithnjë që paga e gjyqtarëve të rritet, pra ajo mos u ulet dhe të përcaktoj po ajo, cila do të jetë paga e referencës. Nëse do të mbetet paga e referencës presidentit, siç është aktualisht, apo duhet të gjejë një pagë tjetër referencë në administratë publike, po gjithnjë me synimin që paga e gjyqtarëve të rritet, ashtu siç rritet edhe punonjësve të tjerë në administratën publike. Shumë e qartë, Ngelida, faleminderit për këtë komunikim drejt për drejt. Me njëherë pasi Gjykata Kushtetuese pra ka vendosur pjesërisht për sa i përket pagave të gjyqtarëve. Do të shkëputemi për pak publicitet, rikthehemi sërish.